Dikush është fiksuar pas partneres së tij, sulmohet përsëri futbollisti i njohur në rrugët e Stambollit. Kampionati turk sapo ka filluar për Lucas Torreira, mesfushori uruguajan i Galatasarayt, po përballet përsëri me tmerrin e sulmeve nga një person i cili është i fiksuar pas partneres së tij aktores Dervin Özkan. Raportohet se tashmë mesfushori ka kërkuar menaxherit të tij që ta largojë nga Galatasaray, pasi është sulmuar për herë të dytë nga i njëjti person në rrugët e Stambollit, për fat të mirë pa pasoja. Ky nuk është një incident i izoluar, pasi ka një urdhër ndalimi kundër personit nga i cili merr kërcënime të vazhdueshme me vdekje. Individi në fjalë është vërtetuar nga policia se është i fiksuar pas partneres së tij. Në 12 maj u shfaqën imazhe të një burri që përpiqej të sulmonte Torreira ndërsa ai ecste nëpër një qendër tregtare të njohur në Stamboll. Burri në fjalë u arrestua dhe kaloi disa ditë në burg, nga i cili u lirua këtë javë. Këtë të mërkur, pasi rifitoi lirinë, ai sulmoi shoferin e futbollistit duke thënë: "Kam ardhur për të përfunduar atë që kam filluar." Ky incident i ri thuhet se e la lojtarin shumë të tronditur dhe ai menjëherë kontaktoi agentin e tij Pablo Bentacuar, duke i kërkuar atij të gjente një destinacion të ri larg qytetit turk.